Good evening and welcome to Bugajski Hour. I am happy again to be back in Tirana to examine important global, regional and local developments that affect the lives of all Albanians, both inside and outside Albania. I will be asking tough questions with an important political personality, and our guest today on the Bugajski hot seat is Ilir Meta, the third factor in Albanian politics. But first, I will give you my overview of America's perspective on the world. What is Washington thinking? My topic this evening is NATO's uncertain future. NATO's recent Chicago summit highlighted the growing problems faced by the alliance. NATO leaders focused on three priorities: the future of the mission in Afghanistan, maintaining security during times of austerity, and strengthening global partnerships. However, the biggest challenge facing NATO is maintaining its effectiveness while confronting escalating external and internal threats. NATO's longest war in Afghanistan has not turned into a victory for stability and democracy. Instead, the political outcome remains uncertain, and the broader Central and South Asian regions could be destabilized when NATO evacuates. However, even more daunting challenges face the alliance. The world has become increasingly unpredictable, with escalating transnational threats and political upheavals, proliferation of weapons of mass destruction, a growing number of failing states, emerging powers with regional ambitions, and the spread of international terrorist organizations. All these factors increase the likelihood of regional conflict, and they impact on NATO security. And each of these comes at a time when the alliance itself is experiencing internal turmoil stemming from three developments: budget constraints, Europe's internal preoccupations, and America's shifting priorities. The fiscal crisis on both sides of the Atlantic has undermined alliance defense capabilities. But while the US can afford to streamline its military and still remain effectively deployed in key regions, Europe's defense looks increasingly uncertain as budgets are reduced. Instead of modernizing weaponry, deep cuts are being imposed by European capitals. The EU's crisis of leadership and cohesion has also become palpable. Europe is looking inwards, not outwards, and defense has become a secondary concern. US priorities are also shifting away from Europe. The recently announced defense guidance in Washington envisages an American pivot towards East Asia and the reduction in US forces in Europe. This will extend the timeline during which military reinforcements can be rushed to Europe in the event of a serious conflict. EU downsizing and EU-US relocation will also affect future military operations in which Washington may not necessarily take the leading role. But without American engagement, local wars could take longer to resolve and civilian casualties could be higher. With the EU reluctant to fight any wars, a future conflict in the wider Europe may not precipitate any form of Western intervention. NATO has lost much of its military value to the United States, and this may prove the biggest challenge to the future of the alliance. The transatlantic alliance must be based on the implementation of mutual defense obligations, because without such concrete commitments, NATO will become a hollow shell. Although the alliance certainly cannot be a global policeman, at the very least, it must remain on patrol duties in its neighborhood if it is to justify its own existence.
It is time again for the Bugajski hot seat. And my special guest today is Ilir Meta, leader of the Socialist Movement for Integration, former Prime Minister and Foreign Minister of Albania, and someone who remains an important political player in Albanian politics. Welcome to the show. Thank you for joining me. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem sot me ju. Let me start with a very basic question that I posed to the Prime Minister, to Sali Berisha, and also to the leader of the opposition, Edi Rama. And the question is Albania an emerging democracy, moving in the right direction, or is it a faltering democracy, moving in the wrong direction? Shqipëria pasi diskutim që është një demokraci e cila po konsolidohet dhe formsohet çdo ditë më shumë si një demokraci evropiane. Dhe natyrisht që raporti midis asaj se sa demokratike është sot Shqipëria mund të përcaktohet përveç se nga antarësimi i Shqipërisë në NATO, padyshim si një kriter kryesor mund të jetë dhe mund të vlerësohet raporti I saj me Bashkimin Evropian. Because the European Union, as you know, has set various conditions for Albania to meet in order to qualify for candidacy status for the European Union. Which of those conditions do you think are the most important for the Albanian government, Albanian parliament to comply with? Pas një diskutim se Bashkimi Evropian kërkon plotësimin e një sërkushtesh për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat dhe patjetër më pas edhe për antarësimin e plotë të vendit në këtë union. Nuk duhet të harrojmë se Bashkimi Evropian nuk është më në kushtet e përpara 20 viteve apo edhe 10 viteve, kur ishte tepër entuziast për zgjerimin e tij dhe kur Europa ishte në një situatë ekonomike shumë pozitive. Jemi në një situatë tjetër ku Bashkimi Evropian ka arritur një zgjerim të jashtëzakonshëm dhe ku I duhet të përballohet edhe me problemet që ka sjellë ky zgjerim, ashtu sikurse I duhet të përballohet me këtë krizë tepër serioze, ekonomike dhe financiare, e cila ka arsyet e saj globale, europiane, apo edhe rajonale dhe lokale. Nuk duhet harrojmë se Greqia është I vend antar I Bashkimit Evropian. Nuk mund të themi se nuk është një vend demokratik, përkundrazi. Demokracia në një mënyrë edhe ka lindur në Greqinë e lashtë. Por aktualisht po ndesh disa probleme, po ndesh disa vështirësi, të cilat nuk janë vetëm lokale, dhe në këtë drejtim duhet të kemi parasysh se raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian janë dhe do të jenë kontraktuale. Ndaj vërejtjet e Bashkimit Evropian drejtuar drejtuesët e politikës në Shqipëri qëndrojnë në një mas të mirë, por edhe nuk duhet të harrojmë se Shqipëria ishte vendi më izoluar I Europës 22 vite më parë. Shqipëria ishte Korea e Veriut Europës komuniste. Nuk kishte asnjë krahasim midis Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë. Madje as midis Shqipërisë dhe Rumanisë Ceaușescut. Shqipëria ishte vendi më I izoluar, ishte vendi më I prapambetur, dhe në këtë drejtim kjo trashëgimi nuk mund të ka përzetë menjëherë. Dhe për fat keq, ende në politikën shqiptare, një pjesë e kësaj trashëgimie autoritariste ekziston, por unë mendoj se në shoqërinë shqiptare në tërësi kemi një situatë më pozitive. Pra, qytetarët në raport me njëri tjetrin janë shumë të relaksuar, më të shtensionuar, se sa shpesh janë politikanët përballë njëri tjetrit, sidomos kur janë dhe kamerat prezente. Ndaj
nuk duhet të absolutizojmë problemet që ka Shqipëria. Duhet kemi parasysh se edhe vendet tjera që janë anëtarë të Bashkimit Evropian kanë patur një situatë të konfliktuale, edhe pas janë bërë anëtare të këtij Bashkimi Evropian, kanë patur konflikte të ashpra midis parlamentit dhe midis presidentit, kanë patur për këto arsye zgjedhjet parakohshme presidenciale e kështu me vim. Për të mos përmendur pastaj rastin belg, ku për më shumë se një vit u desh që të krijoj qeveria, që natyrisht nuk është një problem për Belgjikën. Pra mendoj se ne kemi probleme për të zgjidhur, ku problem kryesor është rritja e përgjegjësisë së aktorëve politikë për të fituar kohën dhe jo për ta shpërdoruar atë, por në tërësi Shqipëria ka realizuar një progres real, një progres të qëndrueshëm, I cili mund të konfirmohet edhe nga situata ekonomike, e cila natyrisht që nuk është... Before we go on to the economic situation, let me get specific about, let's say, some of the perceptions of Albania from outside. In other words, one of the major charges, if you like, regarding the Albanian political structure is that the political system is incredibly polarized, and that these political disputes between the two major parties prevent, let's say, the passage of legislation, prevent the meeting of criteria, prevent the sort of reforms necessary in order to qualify for the European Union. How would you respond to that, this polarization process? Është vërtet që ende ka një polarizim të panevojshëm politik, sepse dallimet politike janë domosdoshme për të funksionuar vetë sistemi demokratik si I tillë, por unë do të nënvizoja faktin se në muajt e fundit ka një shtensionim, ka një përmirësim të klimës politike, me kthimin e opozitës në parlament, një pjesë e rekomandimeve të Komisionit Evropian, të cilat kërkojnë bashkëpunimin e dy palëve në parlament, tashmë janë miratuar, prej pjesë e këtij legjislacioni I cili kërkon një mazhorancë të kualifikuar. Ka ende çështje të cilat duhen zgjidhur, ku në mënyrë të veçantë dhe më emergjente është përfundimi I reformës zgjedhore, I reformës për procedurat parlamentare, zgjidhja e çështjes së imunitetit, dhe unë shpresoj që kjo klim të vijojë edhe pas zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës, sepse integrimi evropian është një aspirat e të gjithë qytetarëve shqiptarë, është një aspirat e socializëm, është një aspirat e demokratëve dhe gjithë të tjerëve, më shumë se 90% të qytetarëve tanë e dëshiron dhe ndron anëtarësinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është çështje një projekti politik, është çështje një projekti ekonomik, është çështje e një dignitetit të një populli të izoluar padrejtisht të cilit është mohuar përkatësia evropiane prej një sistemi tepër të huaj që u imponua në Shqipëri. Ndaj në gjitha këto drejtime, unë besoj se ky bashkëpunim do të vazhdojë, për arsye sepse unë shpresoj që edhe politikanët shqiptar kanë kuptuar që radikalizimi nuk ndihmon vendin, nuk ndihmon forcat e tyre politike, nuk I ndihmon as vetë ata, sepse sot Shqipëria nuk është si në vitin 90 apo 91, ku njerëzit nuk kishin se çfarë të humbisnin. Sot nuk duhet harrojmë se gati 85% e ekonomisë kombëtare I takon sektorit privat, të gjithë kanë se çfarë të humbasin dhe kërkesa për stabilitet është një kërkesë e përgjithshme, ashtu sikurse dhe kërkesa për të përshpejtuar integrimin evropian është gjithashtu një kërkesë e përgjithshme dhe të gjithë janë përballë këtyre qytetarëve, të cilët janë edhe votues dhe zgjedhjet nuk janë larg, janë mbas një viti, ndaj unë shpresoj që të vijojë ky bashkëpunim, të plotësohen të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian, Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat, aq më tepër që në 28 nëntor të këtij viti ne do të festojmë edhe 100 vjetorin e pavarësisë.
I mean, in sum, I think what you're saying is political competition is important, but too much polarization, if it leads to paralysis, is harmful for the country and actually harmful for every citizen. But let me turn now to the recent presidential election here in Albania, and in fact more the election process rather than the individual selected. I gather that you yourself played a significant role in seeking a consensus candidate, one that would be acceptable to all parties or most parties in Parliament, to the public in general. Why do you think this wasn't achieved in the end? Why do you think the candidate was much more narrowly selected than Parliament would have approved? Unë besoj se ne kemi lënë pas një proces I cili edhe pse nuk kërkoi domosdoshmërisht nga kushtetuta për shkak të ndryshimeve kushtetuese të cilat u bën 4 vite më parë dhe që forca politike që unë përfaqësoj I ka kundërshtuar në mënyrë shumë të qartë, përsëri u zhvillua një proces I cili për fat të keq nisi vonë, por I cili sidoqoftë ishte I proces I vërtet, ishte një proces gjithëpërfshirës, ishte I proces ku përfshin të gjithë aktorët, ishte I proces ku diskutua dhe ku u evidentuan kandidatura të mundshme të cilat mund të fitonin konsensusin e përgjithshëm, pra të dy palëve, por natyrisht theksoj që fakti që ky proces nisi me vonesë dhe vetë edhe afatet kushtetuese, por edhe moshlirimi ende nga disa paragjykime të cilat janë shumë do thosha të karakterit psikologjik dhe mosbesues, sesa thelbësore, solli disa zhvillime të paparashikuara apo të papritura, sigurisht se ishte tërheqja e disa kandidatëve dhe natyrisht dhe emergjenca e respektimit të afateve kushtetuese për shkak edhe të evitimit të zgjedhjeve të parakohshme, sepse nëse kishte diçka për cilën Shqipëria nuk kishte nevojë, mendoj se ishin zgjedhjet e parakohshme, aq më tepër ku ende ne nuk kemi përfunduar edhe reformën zgjedhore dhe kur dihet se në të kaluarën ka patur kontestime ndaj proceseve zgjedhore. Well, do you think in terms of the election process, presidential election process itself, should Albania have direct presidential elections, like many countries in Europe do, one that can, let's say, endow more of a public mandate, broader public mandate for the president, rather than an indirect process that's closed within Parliament? I mean, do you think Albania should eventually move in that direction? Unë jam plotësisht I mendimit se çështja e zgjedhjes së presidentit nga parlamenti, si në të kaluarën, apo edhe në rastin e fundit, tregoj se është domosdoshme që ky të jetë I proces më transparent. Dhe natyrisht që të jetë I tillë, rruga më e mirë, më demokratike, sipas vlerësimit tim do të ishte ajo që presidenti të zgjidhej drejt për drejt nga qytetarët. Dhe pavarësisht se kjo nuk duhet të ndikojë në ndryshimin e sistemit tonë, dhe as ndoshta në rritjen e kompetencave të presidentit, I cili sidoqoftë nuk ka pak kompetenca dhe nuk është I figurë thjesht ceremoniale, ka një rol të rëndësishëm sidomos në fushën e drejtësisë dhe të institucioneve të pavarura, absolutisht një zgjedhje drejt për drejt nga qytetarët, unë mendoj se do t'i jepte atij edhe një autoritet më të madh moral, por edhe gjithçka do ta bënte më transparente dhe nuk do të ishte një harxhim I panevojshëm I kohës. Përkundërës do të ishte një ushtrim tjetër demokracie dhe transparencë. How much support in Parliament is there for a direct presidential election? Do most of the parties, members of parties in Parliament support this? Ne këtë çështje e kemi ngritur edhe kur u bën ndryshimet e fundit kushtetuese, atëherë të dy partitë
kryesorë ishin në unison për të bërë këtë ndryshim me idenë për të evituar krizat e panevojshme që mund të vinin nga imponimi në kushtetutë i zgjedhjes së presidentit në të gjitha raundet me 60% plus 1 të votave, ndërkohë që nuk erdhi asnjë krizë e tillë as në vitin 2002, kur u zgjodh për herë të parë zoti Mojsiu, as në vitin 2007, kur u zgjodh zoti Topi. Megjithatë, unë besoj se mund të arrihet një konsensus për këtë çështje për të ardhmen, para pa shtuar kompetencat e presidentit, t'jepet mundësia qytetarëve që të votojnë, por t'jepet mundësia edhe kandidatëve të ndryshëm që të shpalosin alternativat e tyre, jo para kryetarëve të partive, por përpara qytetarëve. Well, given the Constitution now, given the indirect elections, you said the President does have some important authority. In other words, appointing head of the Secret Service, Prosecutor General, and so forth. Do you think the current President should have more powers, more constitutional powers, even under this indirect election system? Unë mendoj se Presidenti ka kompetenca dhe ka mundësi për të luajtur rolin e tij në forcimin e institucioneve të pavarura. Dhe në këtë drejtim mendoj se pa ndryshime të rëndësishme, zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga qytetarët do të ishte një element tepër pozitiv, në mënyrë që qytetarët mos krijojnë idenë se presidenti po zgjidhet pas kuintave dhe po zgjidhet dikush që u intereson 2, 3 apo 4 politikanëve të caktuar. Ne kemi rastin e Maqedonisë, kemi dhe rastet tjera ku pak a shumë kompetencat janë të njëjta dhe presidenti zgjidhet nga qytetarët. Well, let me now turn to your party, the Socialist Movement for Integration. And I always pose this question to leaders of parties that I interview. Why should voters vote for you? How does your program differ from that of the Democrats and the Socialists? And a specific question I have is, you define yourself, your party, as socialist. What does this mean in current political configurations, where the term socialist has lost a lot of its original meaning? Unë besoj se Lëvizja Socialiste për Integrim ka sjellë shumë novitete në jetën politike shqiptare. Për herë të parë u krua një forcë politike e cila pati një mbështetje reale dhe e cila për fat keq në 2 zgjedhje u dëmtua në mënyrë të rëndë dhe të qëllimshme nga 2 forcat e tjera politike, si në zgjedhjet e vitit 2005, ashtu edhe në zgjedhjet e vitit 2009, ku u bë një kod i veçantë kundër kësaj force politike, sepse në një farë mënyrë 2 partitë tjera kërkonin të absolutizonin një sistem të polarizuar, ku qytetarëve të mos u jepet mundësi të bëjnë një zgjedhje të tretë, jo vetëm për LSI-n, por edhe për çdo forcë tjetër politike që ka ekzistuar në të kaluar apo që mund të krijohet në të ardhmen. Në këtë drejtim, në radhë parë, Lëvizja Socialiste për Integrim mendoj që ka kontribuar dhe kontribon për të depolarizuar jetën politike në vend, për të thyer tabu të cilat kanë krijuar probleme të mëdha politike dhe cilat janë shoqëruar dhe me ndarje të thellë edhe shoqërore dhe psikologjike, por mbi të gjitha Lëvizja Socialiste për Integrim ka treguar në dhimbësi që nga dita e krijimit se është një forcë pro-europiane, është një forcë e cila si motivim të saj kryesor ka përshpejtimin e gjithë reformave të cilat bashkojnë Shqipërinë me Europën më shpejt. Kjo ka qenë një nga arsyet për cilat është krijuar, sepse një nga arsyet që u krijua në shtatorë 2004 ishte ngadalësimi i ritmeve të reformave të integrimit evropian dhe
në çdo kohë, në rastin e do të vlerësojmë qëndrimin e LSI-s, pavarësisht se me kë ka qenë koalicion apo dhe në rastet kur nuk ka qenë koalicion dhe kur ka qenë e detyruar të ndeshet dhe vetme përballë dy forcave të tjera, gjithnjë ajo ka qenë një drejtim me kërkesat e qytetarëve shqiptar dhe me kërkesat edhe të vetë bashkimit Europianë për të orientuar politikën shqiptare, qeverisjen në Shqipëri, dhe atyre reformave të cilat sjellin më shumë stabilitet, të cilat forcojnë institucionet, të cilat stabilizojnë dhe ristrukturojnë ekonominë për ta bërë më konkurruese, dhe mendoj që ky ka qenë dhe do të mbetet orientimi themelor i LSI-së edhe në të ardhmen. Well, I understand, but the question I have specifically is the term socialist. What exactly does it mean in the current political context? In other words, is it a more redistributive program in terms of the economy, redistributing more to the public? Is it, you mentioned enhancing private enterprise, but that's more of a sort of center-right position than it is a center-left position. So how do you differ, for example, from the Socialist Party or the Democrat Party? Mendoj se ekonomia e tregut nuk është një element që i takon të djathtas apo liberalëve. Mendoj se ekonomia e tregut e cila shoqërohet me politika sociale, të cilat ndihmojnë në rishpërndarje e të mirave materiale për të krijuar një raport më të drejtë midis shtresave të ndryshme në shoqëri, dhe ekonomia e tregut e cila shoqërohet dhe me politika rregullative të shëndetshme dhe efikase, absolutisht është rruga më e sigurt për të rritur mirëqenien e të gjithë shoqërisë si të tërë, por dhe për të mbrojtur shtresat më nevojë. Për shembull, këtu tek ne ka lindur një debat për sa i takon taksës së sheshtë, e cila është kundërshtuar si një taksë që ndihmon apo që u shërben më shumë kapitalit privat se sa qytetarëve. Ndërkohë që ne jemi si forcë politike të prirur për të qenë parimor dhe pragmatist, që do të thotë se nuk është themelore në përcaktimin e majtit djathtë nëse aplikohet i taksë progresive apo i taksë e sheshtë apo një lloj tjetër takse, por është e rëndësishme të kuptojmë që politikat rishpërndarëse apo politikat e solidaritetit social nuk mundet të bazohen mbi dogma. Ato do të bazohen gjithmonë mbi rritjen ekonomike, do të bazohen mbi rritjen e mirëqenies në tërësi të gjithë shoqërisë. Dhe në këtë drejtim Shqipëria ka patur dhe ka nevojë për aplikimin e taksës së sheshtë si mundësia më e mirë për të tërhequr investimet huaja, por edhe si rruga më e mirë për të zhvilluar, për të stimuluar biznesin vendas, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të hapim më shumë vende pune, do të gjenerojmë më shumë mirëqenie dhe pasuri për të gjithë shoqërinë dhe natyrisht do të kemi mundësi që me politika të tjera sociale rishpërndarëse të asistohen, të ndihmohen në shtresat më nevojë të shoqërisë. Pra ne jemi për një socializëm të çliruar nga dogma, për një socializëm i cili nuk absolutizon tregun dhe ekonominë e tregut, por e shikon atë si një instrument për të zhvilluar shoqërinë dhe si një instrument për të ndihmuar qytetarët dhe sidomos shtresat më nevojë. We will break for a few minutes now for some adverts. So, I mean, the way I understand it, you're basically a centrist social market force. In other words, that the market
generates growth, but there has to be some regulation to protect the more unfortunate members of society, safety net and so on and so forth. Let me turn now to the possibility of parliamentary elections. Do you expect early parliamentary elections? One hears, every time I come to Tirana, I hear rumors that elections are imminent. Even some dates I've heard that have been set, but these rumors evaporate in practice. Do you expect early parliamentary elections? Unë kam që nga viti 92, kur hyra për herë të parë në parlament, si deputet i Partisë Socialiste, dhe isha shumë i ri atëherë, 22-23 vjeç, edhe çdo javë besoja që javën tjetër do kishte zgjedhje të reja, sepse duke qenë i pakënaqur me qeverinë dhe duke besuar në drejtsinë e çështjeve të cilat unë mbroja dhe përfaqësoja, por njëkohësisht edhe duke u takuar gjithmonë me përkrasit e këtyre çështjeve dhe të këtyre kauzave, pra me qytetarë të cilët ishin kundër qeverisë, më duke sikur e gjithë Shqipëria kërkonte zgjedhje të parakohshme dhe këto do të ndodhin shumë shpejt. Ndaj nuk habitem që vazhdimisht ka kërkesa për zgjedhje të parakohshme dhe në fundit është detyra e çdo opozite që t'i kërkojë ato dhe të punoj dhe të shpresoj për to. Por këto nuk do të ishin të dobishme për vendin, sepse ne jemi në një proces kur duhet të përmbyllim edhe disa detyrime tjera që kemi ndaj Bashkimit Evropian me qëllim marrjen e statusit vendit kandidat, prandaj zgjedhjet e parakohshme përpara zgjedhjes së presidentit, tani pas zgjedhjes së tij dhe marrjes detyrës 24 korrik, përpara se Komisioni Evropian të përgatisë opinionin e tij për çështjen e statusit drejtuar Këshillit, përpara se Këshilli të ketë mundësinë që të shprehet e kështu me radhë, mendoj se janë të tërësisht panevojshme. Dhe jam i bindur që vendi ka nevojë për të vendosur një rregull që zgjedhjet të zhvillohen në çdo 4 vite, që çdo mazhorancë të ketë kohën e domosdoshme për të provuar aftësitë e saj, ashtu sikurse edhe opozita të ketë kohën e nevojshme për të ndërtuar një alternativë më të mirë për të ardhmen. Për të mos u shtuar këtyre arsyeve shqiptare që unë përmenda më parë, të cilat i bëjnë këto zgjedhje të panevojshme, madje edhe të dëmshme, për të mos u shtuar faktin që vetëm pak ditë më parë në Greqi përfunduan zgjedhjet e dyta të parakohshme, apo që në rajonin tonë, ashtu sikurse ka progres, ka dhe zhvillime të papritura, kur dihet roli i Shqipërisë në këtë rajon për stabilitetin e tij, pra ka shumë arsye pse nuk janë të domosdoshme, pse nuk janë të nevojshme, pse janë tepër luksoze zgjedhje parakohshme për Shqipërinë, aq më tepër kur nuk ka mbetur ende shumë kohë për zhvillimin e zgjedhjeve normale në më pak se një vit. I understand what you're saying, but every party plans for the next election. It's a responsibility of every party to be looking ahead. Now, given that there will be elections by next year, 2013, do you see yourself as a kingmaker in a future government, in a future coalition? And if so, which of the two major parties are more likely to be a coalition partner for you? I know it's early days, but presumably, you, as I said, you are thinking ahead. And there is, I gather, a détente between you and the Socialist Party, between Edi Rama. What has been achieved? Do you expect an alliance there or more of an alliance with the Democratic Party? Duke ju kthyer edhe një herë insistimit tuaj për çështjen e zgjedhjeve të parakohshme, dua që t'ju sqaroj se në sajt të ndryshimeve që u bën Kushtetutës Republikës Shqipërisë 4 vite më parë,
është bërë pothuajse e pamundur që të ndryshohet qeveria në parlament, për arsye sepse mocioni i mosbesimit është bërë pothuajse i pamundur për të qenë i suksesshëm, por nuk dua të hyj në detaje të mëtejshme. Pra në një farë mënyre vetë drejtuesit opozitës aktuale e kanë cimentuar qeverisjen në parlament. Së dyti, për zgjedhjet e vitit 2013, unë e kam theksuar dhe ne si LSI kemi nënvizuar vazhdimisht se ne do t'i qëndrojmë kësaj marrëveshje me Partinë Demokratike deri në fund të këtij mandati, ndërsa lidhur me atë se çdo të bëjë LSI-ja në zgjedhjet e vitit 2013, se si ajo do të paraqitet, akoma më tepër se çfarë do të bëj pas vitit 2013. Natyrisht që kjo është një përgjigje e cila nuk mund të jepet sot kursesi, sepse edhe nuk mund të jetë një përgjigje personale, qoftë edhe imja si kryetar i kësaj force politike, do të jetë rezultati një analize në kohën e dur, pranverën e vitit të ardhshëm, por në çdo rast theksoj e nënvizoj Lëvizja Socialiste për Integrim do të punoj më ngushtë me ato forca politike që do të punojnë më shumë për integrimin europian të Shqipërisë. I know it's early days. I don't mean to be insistent, but it's my job to try and look ahead in Albanian politics. One major problem for Albania, and this is something that's been underscored by the European Union, by the Commission, and also by many foreign governments, is the question of official corruption. Would you say that corruption is on the increase in Albania, or is it being handled correctly and properly by the authorities? Where do things stand, if you like, on the corruption index? Unë mendoj se lidhur me çështjen e luftës kundër korrupsionit, Shqipëria ka bërë progres të rëndësishëm përgjatë gjithë këtyre viteve, por absolutisht mbetet një problem serioz dhe padyshim që edhe në rritjen e perceptimit të korrupsionit në sy të opinionit publik, përveç se dhe rasteve konkrete kur qytetarët janë të detyruar që të paguajnë për shërbimet caktuara, absolutisht që një kontribut të madh ka vetë politika shqiptare, e cila për arsye politike e ka kthyer luftën kundër korrupsionit jo në një angazhim vërtet real dhe të domosdoshëm për ta luftuar, si një keqje e madhe për shoqërinë, për ekonominë, për institucionet, për jetesën e qytetarit, duke rritur koston e jetesës së tij, por si një përpjekje për të dëmtuar kundërshtarin politik me akuzat të qëna, por dhe shpesh të paqëna. Ndaj mendoj që përqasja më e mirë në luftën kundër korrupsionit është ajo institucionale, është ajo ligjore, është ajo e cila fillon me heqjen e imunitetit për politikanët dhe për zyrtarët e lartë, sepse kjo është e vetmja rrugë për të rritur dhe besueshmërinë e gjithë politikanëve në raport me qytetarët, por dhe për t'i dhënë mundësi drejtësisë që të hetojë dhe të gjykojë pa pengesa. Yeah. Well, it always strikes me, and not just in Albania, but in a lot of the post-communist countries where the rule of law isn't let's say, effectively applied, where there's a great deal of political interference in the judicial process, that citizens almost come to expect their politicians to be corrupt, which means even those that are not corrupt are considered to be corrupt. Now, you yourself were recently involved in a court case on corruption charges and subsequently acquitted. Do you think the judicial system in this country, in Albania, is sufficiently independent of any political influence, would you say?
natyrisht që gjyqësori, kur kam në konsideratë prokurorinë dhe gjykatat, janë pjesë e këtij sistemi politik dhe institucional dhe janë pjesë edhe e kësaj shoqërie. Në këtë drejtim, pasi diskutim që ekzistojnë presionet nga më të ndryshmet, por absolutisht në Shqipëri është adoptuar një legjislacion i cili absolutisht shpeshherë i ka dhënë gjyqësorit një pavarësi jo vetëm të merituar, por nga politika, por ndonjëherë dhe në një pavarësi edhe nga ligji, që nuk duhet të ndodhi. Unë mund t'i kthesha rastit tim. I bindur se kishim të bënim me një sulm politik dhe me një shantazh për hir të ndjeshmërisë që kishte dhe që ka opinioni publik për akuzat që bëhen ndaj politikanëve. Unë jo vetëm që kam dhënë dorëheqjen, kam kërkuar që të më hiqet imuniteti dhe të përshpejtohen të gjitha procedurat, por edhe njëkohësisht kam kërkuar bashkëpunim me prokurorinë në mënyrë që ajo të zbatoj ligjin, të bëj hetimet, por dhe të respektoj të drejtat e mia si qytetar, jo si politikan, por në gati 9 letra të mia dhe të avokatëve të mi, i kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme prokurores përgjithshme që të respektoj ligjin, të respektoj kodin e procedurës penale, vetëm për një arsye që ky proces të ishte sa më transparent dhe njëkohësisht që ky proces të zhvilloj sa më shpejt. Dhe në fund fare, jo vetëm që pas gjithë këtyre letrave nuk ka marrë asnjë përgjigje drejt për drejt nga prokuroria e përgjithshme, dhe kjo është një drejtë e saj, por vazhdimisht mu mohuan të gjitha të drejtat e mia si qytetar dhe si palë mbrojtëse, për të qenë pjesë e ekspertizave të cilat zhvilloheshin për videomontazhin në fjalë, por në fund fare absolutisht që të gjitha këto kërkesa, të gjitha këto shkelje të ligjit që u bën ndaj meje si qytetar, sollën edhe shpalljen nga gjykata si të pavlefshme të provave, le të themi, të sjellën nga ana e prokurorisë, duke kërkuar ribërjen e tyre në zbatim strikt të ligjit të kodit procedurës penale. Dhe pavarësisht se kisha gjithë të drejtën për të kërkuar mbylljen e kësaj çështje për arsye të procedurave, pra të shkeljeve të procedurave të bëra nga ana e prokurorisë, përkundazi, së bashku me avokatët kërkuam vajtjen deri në fund të këtij procesi, pra të ballafaqimit me çdo provë, me çdo dëshmitar që kishte sjell organi i akuzës. Dhe absolutisht ju siguroj që çështja ime ishte një çështje politike, ishte një çështje e ndërhyrjes në gjyqësor, po krejtësisht në të kundërtën e asaj për të cilën mund të mendoj cili do që ka të drejtë na mendojë në këtë mënyrë dhe që na ndjek ne. Pra ishte një ndërhyrje ndaj prokurorisë për të shkelur ligjin, për të fshehur të vërtetën dhe për të montuar një proces për arsye politike. Po për mua kjo është një çështje e mbyllur dhe unë shikoj përpara, por kjo më ka ndërgjegjësuar edhe një herë tjetër për problemet e mëdha që kanë qytetarët shqiptar, sidomos në raport me organin e akuzës, për shumë çështje që hapen pa prova ose me prova jo të lishme, dhe njëkohësisht për shkeljen e procedurave të bëra në mënyrë të qëllimshme, të cilat çojnë pastaj edhe në vendime të gjykatave, të cilat vënë në diskutim autoritetin e gjykatës, shpesh edhe me pa të drejtë. Por në rast se gjykata do të vendosë për çështje dhe ajo shikon që organi i akuzës ka shkelur ligjin, ka shkelur procedurat, ka shkelur të drejtat e një qytetari, atëherë natyrisht që nuk mund të marrë vendime në kundërshtim me ligjin. Në këtë drejtim, unë mendoj se kërkohet një reformë
e cila nuk parakupton thjesht ndryshim njerëzish, por e cila kërkon masa serioze ndaj gjithë atyre që shkelin me qëllim dhe me vetdije ligjet të politikanëve në detyrat e tyre publike, por edhe të prokurorëve, të gjyqtarëve dhe gjithë tjerëve. Ndaj dhe është e rëndësishme, do të nënvizoja heqja e imunitetit për të gjithë zyrtarët e lartë. Who do you think was behind this attempted political attack on you? Ka qenë një atak i mirë organizuar, me faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, me i qëllim të vetëm destabilizimin e vendit. Dhe me një shpresë të vetme se unë nuk do t'jepja dorëheqjen, duke qenë edhe i bindur për montazhin në fjalë dhe kjo mund të çonte në zhvillime të justifikuara të dhunshme. Unë e di shumë mirë se cilët kanë qëndruar pas këtij veprimi, por edhe të tjerë të dinë shumë mirë gjithashtu. Kjo nuk ka më rëndësi për mua. Unë jam i politikan që shikoj drejt sartmes, asje nuk jam shmangur sfidave, ballafaqimeve, dhe në fundit është detyra e çdo politikani që ta bëj këtë gjë. Por as ky qëllim që unë theksova më parë nuk u arrit, as dëmtimi apo shkatrimi i lëvizjes socialiste për integrim nuk u arrit, zgjedhjet lokale provuan të kundërtën, aq më tepër në kryeqytet ku betejë ishte më politike se kudo tjetër dhe ku lëvizja socialiste për integrim pothuajse u dyfishua në numrin e votuesme, që tregonte qartë që ishte bërë një sulm politik i cili do të merrte një përgjigje edhe politike. I'm asked often by Americans but also European analysts, how long will it take for Albania, you cannot eliminate completely corruption, but to reduce it to, let's say, a more acceptable level that we have throughout the European Union? Because ultimately corruption doesn't just steal from citizens, it also steals from businessmen, independent businessmen who want to develop their business without having to pay off government officials. How long will it take Albania to get to a level that's acceptable, let's say, within the European Union? Natyrisht që kjo kohë do të jetë barabartë me kohën që Shqipërisë do t'i duhet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Dihet se pas disa antarësimeve të fundit të bëra në Bashkimin Evropian, u vu re që këto fenomene nuk pa adresoheshin në nivelin e duhur, me instrumentat e duhura, me rezultatet e duhura nga vendet të cilat përfituan këtë antarësim, ndaj dhe shtrëngimi nga ana e Bashkimit Evropian i kërkesave dhe i rregullave për çështjet e luftës kundër korrupsionit apo të krimit të organizuar, sidomos për kapitujt 23-24, ka qenë edhe është i dorës parë dhe unë besoj se është i përgjegjësi e gjithë klasë politike të kontribuojnë të drejtim, ndaj e theksoj dhe herë tjetër që një hap i rëndësishëm i vullnetit politik është pikërisht zgjidhja e çështjes së imunitetit. Kjo do ta bëj politikën më të përgjegjshme dhe në përgjithësi gjithë zyrtarët e lartë, por kjo do të japi edhe më shumë mundësi drejtësisë për të vepruar dhe për të goditur këtë fenomen më me guxim dhe me efikasitet. Let me turn now to foreign policy, foreign relations. You've already mentioned, we've discussed qualifications, Albania's qualifications for the European Union. Let me look at it the other way. Given the European Union's own financial problems, the debt crisis, the sovereign debt crisis, the future, unknown future of the euro, a new economic recession looming in the European Union, is it worth joining for Albania if it actually meets the criteria? Pyetja juaj më kujton edhe pyetjen e disa kongresmenët nderuar amerikanë që takova së fundmi në Capitol Hill,
kur përsërin theksoja rëndësinë që ka për Shqipërinë antarësimin Bashkimin Evropian dhe pak a shumë ishte kjo pyetje pra doni të antarësoni në Europë edhe tani që ka kaq shumë probleme, kur në fakt politika e Departamentit Shtetit për Shqipërinë është shumë e qartë edhe ka si prioritet kryesor të mbështesë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kjo ka arsyet e saj, ashtu sikurse edhe arsyeja kryesore pse ne duam që Shqipëria të bashkohet me Bashkimin Evropian dhe shqiptarët duam, është sepse Bashkimi Evropian lindi dhe në radhë të parë është një projekt politik. Është një projekt që do të thotë paqe, që do të thotë bashkëpunim, që do të thotë stabilitet, që do të thotë tolerancë dhe dihet se Bashkimi Evropian lindi si një domosdoshmëri për të evituar luftrat që kishin ndodhur në të kaluar dhe të cilat kishin nisur nga Europa dhe akoma më keq nga Ballkani. Ndaj për ne si shqiptar, por edhe si ballkanas, pavarësisht nga problemet aktuale që ka Bashkimi Evropian, problemet të cilat janë në nivel jo vetëm rajonal, por edhe global, ky antarësim dhe ky projekt do të thotë shumë, sepse do të thotë konsolidimi i paqes, do të thotë forcimi i stabilitetit, do të thotë çrënjosje e ndarjeve për arsye etnike, të cilat kanë sjellë shumë vuajtje tragjedira për popujt tanë, të cilat janë ende për fat të keq të freskëta. Ndaj besoj se edhe prosperiteti ekonomik i vendeve tona, pavarësisht nga impakti negativ që ka edhe në rritjen tonë ekonomike, kjo situatë turbulente europiane dhe globale nga pamja ekonomike financiare, përsëri perspektiva jonë edhe zhvillimit ekonomik bazohet te ecuria e këtij projekti politik, sepse pa paqe, pa stabilitet nuk mund të ketë zhvillim, nuk mund të ketë investime të huaja, nuk mund të ketë lulëzim të biznesit vendas, nuk mund të ketë mirëqenie, por do të ketë frustrim ekonomik dhe social, që është lënda e parë për nacionalistët, për të gjithë ata që kërkojnë të përdorin politikën përmes ngacmimit të plagëve të së kaluarës, kur qëllimi ynë është që t'i shërojmë ato një herë mirë. We will break for a few minutes now for some adverts. Let me go on to a question that's unavoidable, which is the question of Kosovo. And I ask this obviously of every Albanian politician. On my previous show, Kosovo's own third force, if you like, Albin Kurti, was interviewed by myself, and he stated that the best long-term solution for Kosovo's internal and international problems is a full-scale union with Albania. How do you respond? Do you agree with him? Në rast se nuk do të ishim pjesë e gatishullit ballkanik, por aty skandinav, natyrisht që qëndrimet e mia nuk do të ishin shumë larg atyre edhe të politikanëve të saktuar norvegjez. Por duke qenë pjesë e këtij gatishulli, një histori e tepër tragjike dhe të përsëritur në mënyrë të tillë, absolutisht që jemi të bindur se e vetmi alternativë për të shliruar gjitha energjitë, potencialet e shqiptarëve, por gjithë popujve të Ballkanit, është ajo e integrimit europian dhe në këtë drejtim, në këtë këndvështrim, mund besoj, meqense ju përmendët edhe zotin Kurti, unë besoj se nuk ka asnjë kombë në gatishmën e Ballkanit që ka përfituar më shumë nga proceset e integrimit europian, nga era e re në të gjithë kontinentin pas rënies murit Berlinit, se sa shqiptarët. Nuk ka patur asnjë kombë më të izoluar, më të ndarë, më të diskriminuar se sa shqiptarët në të shkuarën. Po të kemi parasysh Shqipërinë,
por njëkohësisht po të kemi parasysh Kosovën, shqiptarët e Maqedonisë, ata të Preshevës, të Malizi, e kështu me radhë. Nda ishte rëndësishme që kjo alternativë dhe ky projekt integrues të vazhdoj, e i cili natyrisht nuk ka arsye përse të përjashtoj edhe proceset integruese mbar shqiptare, por gjithmonë në funksion të këtij integrimi europian të gjithë rajonit dhe duke evituar ndjenjat e ksenofobisë ndaj popujve tjerë, ndaj kombeve të tjera, sepse unë mendoj që vlerat tona shtohen duke njohur dhe vlerat e të tjerëve dhe mbi gjitha mendoj se ajo çka Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo çka NATO kanë bërë për Kosovën, për shqiptarët, për Shqipërinë, ajo çka Bashkimi Evropian gjithashtu ka investuar për dekada të tëra, meriton një mirënjohje dhe në fundit ky projekt integrues nuk duhet vazhdoj thjesht dhe vetëm si një mirënjohje ndaj Shtetit Bashkuara, ndaj NATO-s, ndaj Bashkimit Evropian, por si një domosdoshmëri për të zgjeruar hapësirat e afirmimit të shqiptarëve si kom, si qytetar europian, të cilët padrejtisht janë paragjykuar në të kaluarën për arsye sepse kanë qenë të izoluar dhe të panjohur për pjesë mirë të botës. Well, do you think that paradoxically pushing too much and too soon for integration has the reverse effect? In other words, it frightens neighbors, it leads to xenophobia and greater divisions in the Balkans. From what I gather, you're saying, and a lot of politicians here in Albania, is that wait for European Union entry for both countries and make the process organic, natural, within the European Union. Am I summing up precisely what you're saying? Unë besoj se nga dalësimi i këtij projekti, natyrisht që krijon si një alternativë zgjidhje të tjera, të cilat natyrisht që nuk janë ato për të cilat ka nevojë shqiptarët, për të cilat ka nevojë të gjithë popujt e Ballkanit, ndaj e nënvizoj që këto integrime edhe mbar shqiptare duhet të zhvillohen në dinamikën e integrimeve europiane. Pra të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të Serbisë, duke patur parasysh luginën e Preshevës apo të Malit të Zi. Natyrisht që kemi disa shqetësime dhe kemi disa probleme, të cilat kanë të bëjnë në radhë të parë me statusin e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me faktin që qytetarët e saj janë ende të vetmit në rajon, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në hapësirën Schengen. Ndërkohë që ndryshe nga shqiptarët e Shqipërisë, 30 vite më parë ata e kishin këtë mundësi. Po kështu proceset integruese të Kosovës kanë vështirësitë e tyre. Dihet që po përgatitet studimi fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit, por dihet njëkohësisht se ende 5 vende anëtare nuk e kanë njohur Kosovën, pavarësisht se janë përpjekur të jenë fleksibile për zgjidhje të caktuara që facilitojnë përgatitjen e Kosovës për integrime europiane. Njëkohësisht nuk duhet të harrojmë se shqiptarët e Maqedonisë janë të pakënaqur nga mosantarësimi i Maqedonisë në NATO apo nga mosecuria e duhur e integrimit evropian të këtij vendi për arsye të cilat kanë të bëjnë me çështjen e emrit dhe për arsye të tjera lokale apo rajonale. Dhe
në këtë kontekst, këto frustrime është e rëndësishme të kje në konsiderat, edhe nga vetë të Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO, cilat kanë investuar shumë për stabilitetin e këtij rajoni dhe cilat beten të bindurat se integrimi në Bashkimin Evropian i gjithë këtyre vendeve, përfshirë dhe Bosnjën, përfaqëson zgjidhjen finale të problemeve të Ballkanit në një plan afatgjat. Edhe Shqipëria është ndërgjegjshme për këto vështirësi dhe përpiqet të luajë me bindje të plotë rolin e saj konstruktiv dhe moderator. Well, let me ask you a couple of other questions about the wider neighborhood, the wider Balkan neighborhood. One country you mentioned, but I would like to ask you a very specific question, is Serbia. I gather you have been at the forefront of calling for improved relations with Belgrade, and correctly so. I mean, you have to live together with your neighbors, particularly the bigger ones. But how do you now see Serbia after the election of Tomislav Nikolic? In other words, is Serbia moving in the right direction itself towards European norms? Or is there going to be a setback? I know it's still early days, but how do you perceive the Nikolic presidency? Nuk është edhe kaq herët për të folur për presidentin e ri të Serbisë, për arsye sepse pavarësisht se ai ishte i presidenti zgjedhur nga qytetarët e Serbisë, dhe kjo është çështje në radhë parë vetë serbe për të vendosur, është për të ardhur keq se me fillimet e kësaj presidence ka bërë disa deklarata të cilat absolutisht duhet rivlerësohen prej tij dhe institucioneve të Serbisë, sikurse është rasti i Srebrenicës, ku absolutisht kemi të bëjmë me një genocid të pashëmbull të njerëzor, ku unë kam pasur rastin edhe të jem vetë si përfaqësues i Shqipërisë në ceremoni të përvitshme që organizohen atje, ku kemi një qytet me varreza, me njerëz pafajshëm, me gra, me fëmijë, me të moshuar. Dhe të bësh i deklarat të tillë, padyshim që është një provokim i hapur për këto plagë, të cilat duhet të mbyllen, të cilat duhet të kurohen, por mbi të gjitha është një lëndim i madh i gjithë atyre që përjetuan tragjeditë e luftrave në Ballkan të shkaktuara nga Miloševiqi dhe të cilët jetojnë ende dhe të cilët janë me qindra mijëra, për të mos thënë me miliona. Ndaj kam pritur me trishtim këtë ndryshim në Serbi, për arsye sepse besoj që demokratët e kryeministit të ndjerë Gjinxhić dhe më pas të zotit Tadić kam bërë përpjekje të mira për të lehtësuar, për të hapur një rrugë evropiane për Serbinë dhe për serbët në paqe dhe në bashkëpunim me gjithë popujt e këtij rajoni, dhe sidomos në drejtimin e marrëdhënieve me Shqipërinë janë hedhur disa hapa të rëndësishëm dhe unë jam krenar për disa hapa të guximshëm të hedhur që në vitin 2000, kur kam qenë kryeminist bashkë me ish-kryeministrin e ndjerë zotin Gjinxhić, po edhe më pas kur kam qenë ministër i jashtëm i Shqipërisë dhe pasi dyshim për bindjen time, marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë vazhdojnë të beten shumë të rëndësishme për gjithë rajonin, për arsyen sepse marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve kanë qenë, janë dhe do të jenë determinuese për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Në këtë drejtim ne duhet vazhdojmë të punojmë
ashtu sikur se kemi punuar shumë për të përmirësuar bashkëtesën midis shqiptarëve dhe minoritetit serb në Kosovë, ku Shqipëria ka ndërmarrë nisma të vazhdueshme edhe në mbështetje, në përkraje të komunave me shumicë të komunitetit serb në Kosovë, sikurse ka qenë rasti i komunës Graçanicës, ku Shqipëria ka investuar për projekte të ndryshme, infrastrukturore apo sociale, për dhënë mesazhin se Shqipëria mbështet në radh parë Kosovë demokratike, padyshim i Kosovë të pavarur, i Kosovë evropiane, ku njerëzit jetojnë paqe, tolerancë me njëri tjetrin. Ndaj ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Serbinë, pavarësisht nga vështirësitë. Besojmë që zgjedhja e zotit Tadić si kryeministër i ardhshëm do të ishte një sinjal balancues, shpresojmë që Serbia të eci në rrugën e reformave, të eci në rrugën e ndryshimeve, të fshijë një herë përgjithmonë atë faqe të errët në historinë e saj dhe shpresojmë që edhe presidenti i ri i saj të orientohet të drejtësardhmës. Given still the blocked status of Kosovo, the partition question in the north of the country, the blocked status of Macedonia because of the dispute with Greece that you mentioned, and the dissatisfaction of the Albanian population, and given the situation in Greece itself, which despite the recent elections still stands facing some major domestic turmoil in terms of the impact of the austerity package and necessary reforms. Can we expect more conflict in the Balkans? Natyrisht që nuk duhet të kishim iluzione se Ballkani, i cili ku lindën dy luftra botërore, do të ndryshonte në 10 vite gjithçka në historinë e tij, kur mos harrojmë se vetëm 13 vjet më parë Kosova u zbraz në sajt e një genocidi të pashëmbullt në vim të genocidit të ndodhur në Bosnjë. E pra janë shumë pak 13 vite apo edhe më shumë për të ndërtuar një herë për gjithmonë një Ballkan ku lulëzon paqja, mirëkuptimi, harmonia midis etnive të ndryshme, sepse nuk duhet të harrojmë që në Kosovë, në Bosnjë, në Kroaci, ashtu sikurse ka për fat keq me dhjetra mira varet hapura vetëm 13 vite më parë, vetëm 17 vite më parë, ka edhe me qindra mira njerëz që përjetuan luftën, që humbën njerëzit e afërm. Kështu që ka qenë pak, mendoj unë, për të ushqyer iluzione të tilla që tani çdo gjë përfundoi dhe Ballkani është vetëm në rrugën e stabilitetit, në rrugën e progresit, në rrugën e lulëzimit ekonomik që gjithçka u harrua. Por unë jam i bindur, edhe qëndroj palëkundur në këtë bindje që të gjithë popujt e Ballkanit kanë kuptuar se historia e tyre duhet të ndryshojë një herë për gjithmonë dhe ka filluar të ndryshojë. Natyrisht që vështirësitë me të cilët ndeshet Europa, me të cilët ndeshet gjithë rendi global, të cilat janë dhe konkrete, të cilat janë ekonomike, të cilat janë sociale, të cilat shoqërohen me papunësi, të cilat shoqërohen me probleme në edukimin e fëmijëve, aq më tepër kur këto vinë edhe nga popull apo vende që kanë jetuar në ish Jugosllavi, ku përpara 25 apo 30 vitesh, fal edhe sistemit që ishte ndërtuar e trashëguar, pjesë e njerëzve jetonin shumë mirë se sot nga pamja ekonomike. Natyrisht gjitha këto sjellin frustrimet e kuptueshme
Por, prandaj ka nevojë Ballkani për më shumë leadership, për të treguar vendosmëri, për ta vazhduar ndryshimin e kësaj historie të re, për të treguar vendosmërinë për të bashkëpunuar dhe për të realizuar një projekt të përbashkët që integron gjithë vendet në Bashkimin Evropian, dhe kjo natyrisht që ka nevojë dhe për një përgjigje europiane dhe amerikane ndaj Ballkanit në një moment si ky tanishmi, i cili është me shumë sfida, por i cili sidoqoftë është pa kthim. Time is always short, and I've noticed we've already come to the last question. I wish I had more time, but my last question is concerning US policy. How would you assess the US role specifically in its policy towards Albania, in promoting democratization, rule of law, anti-corruption, good governance? Would you say that the US is engaged or interferes too much or not enough? Or just right? Unë do të doja të perifrazoja në rast se ai do të më mirëkuptonte, po s'kam kohë që ta pyes dhe ja kërkoj mirëkuptimin në distancë. Një njeri të njohur tu në Shqipëri, edhe politikan i njohur, avokat Spartak Ngjela, ndoshta edhe ju mund ta keni takuar, cili ka bërë mos gaboj rreth 17 vite burg gjatë sistemit komunist, i cili për këtë çështje thot, pra pas viteve 90, kur i kanë thënë që pse po ndërhyn apo pse po vepron ky ambasador apo ai ambasador, ai thoshte që unë kam bërë 17 vjet burg që të ndërhynte ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës politikën e brendshme të Shqipërisë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që Shqipëria tashmë është i vend i lirë, është i vend i integruar. Shqipëria është i vend që nuk ndërton më bunker për të mbrojtur nga imperializmi amerikan. Madje Shqipëria nuk ndërton bunker për të mbrojtur dhe për të luftuar dhe për të fituar në të njëjtën kohë ndaj imperializmit amerikan dhe social imperializmit sovjetik, sepse një luftë ndaj Amerikës dhe Rusisë do ishte më lehtë se sa ndaj gjithë ish-bashkimit sovjetik, dhe në këtë drejtim roli i Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë vendimtar, ka qenë përcaktues për demokratizimin dhe lirinë e qytetarëve shqiptar, për ndërtimin e shteti demokratik dhe një shteti që bazohet tek ligji dhe jo tek shkelja drejtë e njeriut, tek persekutimi, sikurse ndodhi për 50 vite rresht në Shqipëri. Dhe Shqipëria është, Amerika është Shqipëri sepse Shqipëria është në NATO, Europa është në Shqipëri sepse Shqipëria pjesërisht është në Bashkimin Evropian dhe dëshiron që të jetë një antare e denjë me drejtat barabarta e Bashkimit Evropian. Ky është një proces kompleks dhe në këtë drejtim roli i Shtetit Bashkuara ka qenë përcaktues për demokratizimin e Shqipërisë dhe për demokratizimin e gjithë rajonit ton, për lirinë dhe për paqen e shqiptarëve dhe gjithë popujve të Ballkanit, dhe absolutisht që unë tek ky angazhim i Shteteve të Bashkuara, por edhe i Bashkimit Evropian, shoh vetëm element pozitiv, dhe në fund të fundit ky bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar, midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian ka objektiva të përbashkët, të cilat janë në radhë të parë në interes të qytetarëve shqiptar, janë në interes të popullit shqiptar, ashtu sikurse janë në interes të objektivave që kanë Shtetet Bashkuara për paqen dhe stabilitetin në këtë pjesë të Europës. Ilir Meta, thank you very much for joining me on Bugajski Hour. In a moment, we'll be back with my second commentary and questions for me from the studio audience.
My second commentary today on a major regional topic focuses on Kosovo's instability trap. Kosovo's development is obstructed by many factors, from domestic corruption to insufficient international attention. However, a major element of retardation is the perception of perpetual instability. Instability can be promoted by words and by actions designed to discredit the country's international reputation. And three forms of instability have entrapped Kosovo: official incompetence, state survival, and international acceptance. Such negative images are promoted by Belgrade and Moscow, but they are also self-inflicted by Pristina. The Kosovo administration has failed to stimulate economic growth and to attract foreign investment, while the country remains highly dependent on outside funding in order to stay afloat. Kosovo's citizens remain among the poorest in Europe, and unemployment is estimated at around 45%. Questions about the integrity and survivability of the state are another negative factor. The image of persistent tension and conflict discourages foreign investors seeking guarantees that they are putting their money into a reasonably safe political environment. Much of this uncertainty is generated by Serbian activists in northern Kosovo who help project the picture of a failing state. This vision could be further exacerbated under the Nikolic presidency. Although Serbia's new president, Tomislav Nikolic, promised that Belgrade would not abandon the European path, this will prove difficult if he exploits the status of Kosovo. Indeed, his election may encourage Serbian leaders in northern Kosovo to harden their positions and even press towards partition. Recent clashes between Serbs and NATO troops seeking to dismantle barricades blocking traffic along Kosovo's northern border indicate that resistance to Pristina's authority could increase over the coming months. Nikolic may be tempted to rekindle the nationalist credential to compensate for economic mismanagement, given that Serbia's economy is likely to further decline over the coming year. Such a policy could take various forms. Belgrade may abandon the EU-sponsored talks with Pristina and even provoke interethnic incidents that would buttress Belgrade's cause for partition. Although Kosovo has gained over 90 international recognitions, its progress towards membership in key multinational institutions remains obstructed. Russia and Serbia want to turn Kosovo into a frozen state that remains dysfunctional and dependent on Western institutions. In order to help promote itself on the international arena, Kosovo needs to develop its bilateral ties with its closest European capitals and stimulate business activities. Pristina must also improve the position it has as an essential regional player by contributing to developing trading, investment, and infrastructural networks across the Balkan Peninsula. And above all, a program that encourages investment and growth, together with concrete steps in ensuring territorial integrity, will contribute to marketing Kosovo as a credible and functioning European state. Let me turn now to our studio audience for questions and answers about politics and world affairs. What is on the minds of Albanian citizens, particularly young citizens? Today we have students and professors from Tirana Metropolitan University. Welcome to the show. I'm going to step forward so I'm a bit closer to you and look forward to your questions. It's not far to go. Please, who is first? Yes, hello. My name is Elona Jaferi. Thank you for having us here. It's a great pleasure to be present as Tirana Metropolitan University in your program. My question is very much related to the recent developments of the European Union. So after the fall of the Iron Curtain, the European Union emerged
as a key player to promote economic reforms and political stability in the Western Balkans. However, in the last decade, the European Union is barely coping with its financial crisis. It's going through severe financial difficulties. It is designing austerity measures and also making up growth strategies in order to cope with the negative externalities that these plans of austerity are causing, like the high unemployment. Needless to mention that the priority of enlargement is not the same as 20 years ago. So don't you think that this financial crisis of the European Union is somehow a wake-up call for the Western Balkan countries to reassess the agenda against the backdrop of the problems that Europe is going through right now, contextualizing it with the rising extreme right wings in Europe, which have spread a Eurosceptic vision? Thank you. It's a very important question, very long question. It could take the rest of the show to answer it, but let me give you some pointers. The way it is understood, and I think it's clear that Europe or the European Union, the Commission or the European Union institutions are committed to including all the West Balkans within the European Union. That is a commitment through the different parts that have been given to different countries. Europe is going through its internal crisis. Many in Brussels would argue, well, we have such crises every so often, but we manage to get through them. I'm not so sure how this crisis will be resolved, particularly on the monetary union. That's what you're talking about specifically. I mean, there's no questioning of European Union itself as an integrated market, as an integrated European structure to which other countries would like to join and aspire. I agree with you that there has to be some reassessment of what sort of a club is it that we are planning to join. But rather than discouraging membership, I think this should encourage even quicker paced and more effective reform in countries such as Albania to make sure we are part of this club, because certainly the benefits outweigh the costs. And the best example for me is the recent election in Greece, where I think the majority of the population realized that the benefits of remaining in the European Union, rather than the possibility of being dragged out of the European Union through a radical left victory, they outweigh the costs of that membership. Of course, Greece is going to go through some very, very painful times. So the question for Albania is, how do you reassess? And I would say it should focus more attention on passing the legislation, meeting the criteria to make sure that Albania qualifies for candidacy status and as soon as possible follows Croatia into the European Union. Not to back away and to say this isn't a club worth joining, because clearly it is. And what if indeed the European Union does state some sort of recovery, that there is new impetus, more, let's say, coherent and effective political leadership? You wouldn't want to be left in the cold. As I always say, Albania is not Switzerland. It's not Norway. It cannot afford to be left out. But even Switzerland and Norway have met the criteria for European membership and have those close links, particularly on the economic side, with the European Union. So that would be my point, is to try and answer your question. Please, who's next? My name is Arlinda Hoti, Tirana Metropolitan University, Department of Business Administration. Mr. Bugajski, I would like to ask you how political stability can influence the economy during the crisis, both in Albania and in the Balkan region. How political stability influences economy. There's many connections, but I think basically any investor looking at a country such as Albania wants, first of all, to make sure that there is sufficient political stability that they can invest and make a profit. Not necessarily an instant profit, but a long-term investment. And the only way that the economic growth is going to be generated is not by the government, but by private business, by bringing in new investors and by stimulating investors already in the country.
And political stability, political predictability, meeting the criteria that I think that have been set by the European Union in terms of political stability and political continuity is vital for economic development. Because in a country where there is constant crisis, where there's uncertainty about the future government, about the passage of legislation, investors shy away. Why should they go to a country which is unstable when there's a country next door or in another region which is stable? So in that sense, there's a very close relationship between politics and economics. Please, who's next? Hello, my name is Igli Dosti. I'm a student of Tirana Metropolitan University. Mr. Bugajski, my question has to do with the declaration of EU ambassador in Vincent Descartes. About European Union is waiting for every country of former Yugoslavia that they accept genocide that they've committed during the conflicts. Some countries have accepted it and some no. But especially we have to focus at Serbia. Serbian President, Mr. Nigovic, has not agree with this because he said that in Srebrenica there's no genocide made because there's no one that can prove that. This declaration of Mr. President, Denmark ambassador to Serbia, has declared it as a gaffe. What do you think about these gaffes during the European Union representatives and the President? And the other one, do you think that these declarations of movements are turning the Western Balkans into a mining zone in the future? A which zone? A mining zone in the future. Manic zone. Mining zone in the future. Okay, a minefield in the future. Well, let me start with Nikolic and his statements. Unfortunately, he is no longer in opposition. He has to be very careful what he says as president of the country. In several interviews, he's made statements that I think, looking back, he will probably regret. One of them, of course, was over Srebrenica, where it's absolutely clear, and there's general international acceptance, that this was a genocide. This was the deliberate murder of thousands of innocent men and youths, Bosnian Muslim youths, in territory occupied by Bosnian Serb forces during the war. And it qualifies as a genocide, there's no doubt about it. Trying to minimize the impact of this is unfortunate because, one, it distorts history. Second, equally importantly, prevents reconciliation. Because the reaction on the Bosniak side and the Bosnian Muslim side has been outrage at the statement from Nikolic. Something that's been accepted by the international community, even up to a point by the previous Serbian president, is suddenly, it seems like a reversal. So I would say, one, the Serbian president has to be concerned about reconciliation in the region. Two, the best way to reconcile with your neighbors is to admit what happened, is then to issue some sort of an apology, not because he was responsible, but the previous Serbian government was, and then try and find ways in which the two communities can cooperate, both in Bosnia, but also between Bosnia and Serbia. Secondly, in terms of minefield, is Balkans a minefield? Well, you know, we hear various interpretations of the Balkans, one of them being it's on a short fuse and there's always a possibility of an explosion. I don't think we're going to witness anything resembling what we saw in the 1990s. In other words, a war between countries and an anti-civil war against civilian populations. What we are more likely to witness is some low-level insurgencies in some parts. If economic conditions continue to deteriorate, we will witness public unrest because of the economy. And if indeed there is a Europe-wide recession and less interest in the Balkans, the danger of competition over territories, as in Kosovo, possibly in Macedonia and elsewhere, could resurface. That's why I think it's essential for a country such as Albania not to be seen as part of the problem, but as part of the solution in the Balkans. Hence, the reforms, the qualifications for the EU will help Albania shape a more positive agenda throughout the rest of the region. My name is Jetmir Shose from Tirana Metropolitan University, and my question concerns the delicate situation between Serbia and Kosovo. Will the EU continue to make concessions to Serbia despite the strong emphasis on denial of Kosovo recognition from Serbia?
When you say concessions, I think the root of the problem is that 5 European Union countries have not recognized Kosovo, which means that there's a certain blockage within the institution to bring Kosovo into Europe, into European Union as a member. There is now a feasibility study underway. We'll see how far it goes in terms of what Kosovo's path should be towards European Union entry, and it's very early days. I don't know if there have been concessions to Serbia over Kosovo. I would say that there is concern in the European Union that the Kosovo issue and other issues vis-à-vis the national question, the Serbian national question, could provoke more radicalism in Serbia itself and could destabilize the region even more. Hence the emphasis on Serbia as an important regional player that should also be part of the European Union. As long as that doesn't neglect the question of Kosovo's internal reform in terms of the integrity of the country, in other words, bring in the northern regions that are outside the control of Pristina under the control of the central government, and then moving Kosovo onto a path, as some would say, into a contractual relationship with the European Union on a path towards membership. That is absolutely essential, and I think the two processes should be parallel. We shouldn't favor Serbia over Kosovo, but then Kosovo shouldn't be favored over Serbia. It needs to be a parallel process. Please, who is next? My name is David Oyaka, student near Metropolitan University Tirana. And my question is, for the third consecutive year, the European Commission last autumn urged a start to membership talks with Macedonia, a move that has been blocked by Athens in connection with the so-called name dispute. After a meeting in Brussels, the committee called on the European Council to end the 3-year stalemate over Macedonia's EU accession, imposed by Greece. It is a deadlock case for Fyrom? This problem, I don't think it's going to be resolved anytime soon. And I'll tell you a couple of reasons. One, in case anybody hasn't noticed, Greece is embroiled in a major domestic crisis. And the last thing any government, I think, in Greece would want to handle at this point is to be seen to be making any kind of concession to a neighbor, whether it's Turkey, whether it's Macedonia, whether it's anybody else. So that in a way, the national question has been put on the back burner as Greece focuses on its internal domestic economic and social crisis, which of course means it's very frustrating for Macedonia because there's not going to be any progress in the immediate future on the name question. And the name question boils down to Greece demanding that Macedonia qualify its official name and use that name erga omnes, in other words, not just domestically, but internationally as the name of the republic. And that is opposed in Macedonia itself. So, secondly, I would say the government in Macedonia is so focused on this national question, the Renaissance question, that it too isn't going to make any major compromises that could undermine the position of the VMRO government. So, in sum, I would say you have two forces that aren't willing to make any compromises at this point, and unfortunately, I don't see any solution in sight. Unfortunately, we have already come to the end of the show. Thank you, by the way, for all your questions. I have greatly enjoyed being with you and, of course, with all my colleagues here at Albanian Screen. Good night, everyone. Please stay healthy, remain productive, and be optimistic. See you all very soon. Miro Pafshim.